Votimi për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike ka nisur me probleme në Paskuqan, ku shumë prej anëtarëve të kësaj partie me të drejtë vote nuk kanë gjetur emrin në listën e votuesve. Nga një vëzhgim i kanalit 7 në këtë qendër votimi, u konstatua se një numër i konsiderueshëm i anëtarëve nuk janë përfshirë në listat e votuesve, ndërsa ata shprehin ndinjatën e tyre për këtë proces. Nuk i gjenden emrin në listat e votuesve. Nuk i kemi as emrin. Me 3 testa jam, nuk po gjejmë emrin unë. Prej sa vitesh mbani pjesën e partisë? Se ka fillu Salberisha edhe sot. E kam testën, kam edhe të Dibrës, nuk po gjej emrin në listë. Edhe këtu kanë fillu të gjithë me tarafi punojnë, asnjëri. Edhe kjo përgjegjësia është e kryetarit komunës e kryetarit partisë. Nuk më ka dhënë emrin në listë. Prej sa vitesh jeni anëtar i partisë? 90-s. Kam pasaportimi që 15 vjet në janë. Se nuk votuat? Po, se kanë shkruajtur emrin. Unë jam demokrat që me ylli Vejsiun, nga të parë. Tu nga Babru Qendra. Sa vite keni qenë këtu apo jeni banor? Banor autokton me. Kryetari i qendrës së votimit të grup seksionit në Paskuqan, Faik Sula, tha se arsyeja e vetme që këta anëtar të Partisë Demokratike nuk kanë emrin në listën e kandidatëve është se ata vinë nga rrethet dhe ata i kanë emrat nga zonat ku ata vinë. Ekziston mundësia që shumë anëtarë të Partisë Demokratike kanë ardhur nga rrethet, nuk janë të regjistruar në degën e Tiranës dhe kuptohet që ai person nuk ka mundësi si ta ketë emrin sepse ka në rrethin nga rrethi ku vjen. Për këtë arsye ne kena mbajtur në shënim të gjithë personat që janë anëtarë të Partisë Demokratike dhe numrat e telefonit dhe shpresojmë që nga një konfirmim që do marrën nga qendra mund t'i kontaktojmë me telefon dhe ata të vinë të bënë pjesë e procesit të votimit për kryetarin e PDSH-s. Ndërkohë më shumë se 2 orë nga nisja e procesit të votimit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike në këtë qendër votimi, kanë votuar më shumë se 20% e anëtarëve në lista, ku vetëm në këtë qendër janë 1500 zgjedhës.